Bardhëkaltrit Peqinas janë hedhur me njëherë në sulm duke rrezikuar her pas here portën e mbrojtur nga Tomashic. Edhe korçarët nuk kanë nguruar të kundërpërgjigjen me sulmet e tyre, por pa arritur të realizojnë objektivin e vetëm të fitores. Në këto 45 minuta të para janë fiksuar vetëm disa raste të Mustafait, i cili ka gabuar 2 herë përballë portës së kundërshtarit. Këtu do të përfundoj edhe pjesa e parë e kësaj përballje, duke shfaqur kështu një lojë të dobët dhe një paraqitje jo fort të mirë nga të dy ekipet. Në 45 minutat e dyta, Shkumbini është zgjuar disi nga gjumi, duke rrezikuar më shpesh portën e kundërshtarit, ndërsa përpjekjet e Shkëmbit, Liçajt e Frashërit nuk kanë rezultuar me fat për Skënderbeun. Rrëzimet e Mustafait në hyrje të zonës së Repsis dhe më pas të Dervishit janë më së të sakta për arbitrin Taullau. Vim në momentin më interesant të këtij takimi, kur në minutën e 60 të pjesës së dytë, Mustafai shkëputet nga mesi i fushës, hyn në zonë dhe i vetëm përballë Tomashic arrin ta çojë topin pas shpinës së tij, duke kaluar Peqinasit në avantazh dhe në epërsinë e një goli. Pas këtij goli të mrekullueshëm, Skënderbeu kërkon me ngulm në rrugën e barazimit, duke shfrytzuar çdo mundësi, por si duket fati nuk është me ta në këtë takim. Rastet kanë qenë të shumta në të dyja portat, por jo vendimtare për ndryshimin e rezultatit. Minutat e mbetura nuk kanë shënuar momente interesante apo të rrezikshme. Shkumbini merr 3 pikët e vlefshme duke u ngjitur në kuotën e 14 pikëve, ndërsa Skënderbeu mbetet me 11 pikë.